qeveri të tashme në Kosovë. Dhe kthehemi pas pak. Po, zotëri Osmanaj, siç e thash, vendosja po e konteston rezultatin e zgjedhjeve, konkretisht votave me post. Ankesa është në gjykatën supreme, ende s'ka vendimarrje nga kjo gjykatë, por a prisni formë të shpejtë të institucioneve apo jo? Po, bazon deklaratat publike që kanë pas, si nga partia fituese, po ashtu nga opozita, duket që është pak sa e vështirë që të kemi një formim të shpejtë të qeverisë. Unë po e lavdoj zotin Matoshi këtu për qëndrimin që ka, pra që Kosova duhet të ketë institucione sa më parë që është e mundshme, dhe besoj që një çështje të tillë duhet ta kishin gjitha partitë politike. Sistemi jonë është i tillë që fatkeqësisht ose fatmirësisht një parti e vetme e ka vështirë të formojë qeverinë, prandaj është mirë që me ulë dhe me diskutu dhe me pas se cilat janë opsionet ose si do të mund përafroheshin palët në mënyrë që me gjetë një zgjidhje si me kriju qeverinë të ardhmen. Unë kam parasysh që ka pas shumë dasi të mëdha, ka pas diskurs jashtëzakonisht të ashpër përgjatë zgjedhjeve, para zgjedhjeve, po dhe menjëherë pas zgjedhjeve, megjithatë tash është momenti që ndoshta Milan anash ato dallime dhe mulë me pas se si mundemi me lëviz tutje përpara. Është e rëndësishme që në këto rrethana gjeopolitike, rajonale, globale, Kosova me pas sa më shpejt që është e mundshme qeveri funksionale, stabile, e cila kishme u përballë me gjitha sfidat që na presin. Tash pavarësisht nëse kjo do të ishte qeveri e partisë, udhëhequr nga partia fituese që ka dalë nga zgjedhjet apo nga partitë e tjera, mendoj që është pak e rëndësishme është që të ketë një dakordim veçanërisht për këto tema të interesit madhor që të lëvizet përpara dhe mandej Kështu është shprehur zoti Osmanaj edhe kryetari i nismës Fatmir Limaj, por që ende s'ka lëvizje të tilla, qoftë nga vendosja apo subjekte të tjera. Po mbase pritet edhe certifikimi i zgjedhjeve, dhe mandej të fillojnë diskutimet. Unë nuk e di nëse ka pas diskutime të tjera të cilat janë arsyeve të publikut. Megjithatë për mua vetëgatishmëria pra edhe një sinjal i tillë që mundet me pas diskutime për formimin e qeverisë tashme nga zoti Limaj, po nga çfarë do lider tjetër, mendoj që është emisar dhe do të përkrahet. Tash nuk e di qëndrimin e opozitës, normalisht ka pas dallime edhe mes tyre, pra nuk ka pas një zë, nuk është se kemi edhe një zë unik edhe nga opozita, pra nuk është që kemi gjitha partitë një linjë pra për themelimin e qeverisë. Prandaj duket që do të jetë goxha e vështirë dhe ndoshta edhe bllokadat sikurse të kaluamën janë pashmangshme edhe këtë herë. Osmanaj, a prisni që nisma t'i bashkohet vendosjes në koalicion qeverisës apo jo? Po tash ndoshta për këtë na tregon një zoti Matoshi që është këtu. Nuk po ne ideologjikisht nëse e shohim janë dy parti socialdemokrate, kish pas shumë kuptim, por në anën tjetër gjithmonë kjo mbetet të shihet dhe mbetet, si më thonë, të diskutohen ndoshta mes partnerëve potencial, këtë rast nismës dhe lëvizjes vendosi. Matoshi, a keni pasur akoma themi ftesë ose